Akuzohet se orkestroi vrasjen e bashkëshortes së tij. Personi I parë që ka kontaktuar Naim Murseli pas ngjarjes tragjike, të premten erdhi për të dëshmuar. Valon Luka, që ishte edhe kolegi punës I Naimit, tha para gjykatës se Murseli kishte thirrur e shkruar disa herë nga numra të ndryshëm në natën kritike. Ma ka kthy Murselo, kur kum pyet se Naim, Murselo urgjent një shkrim jo I qartë. Ka dashur më shkruar urgjent, pastaj o Valon na kanë vrarë. Luka potencoi se kishte shkuar tek vendi I ngjarjes e më pas edhe në stacionin policor, ku ishin Murseli bashkë me fëmijët. Ma mend kur kam shku një herë aty me një zyre të vogël, kishte qenë Naimi, ngushtova, ndërkohë erdhi prokurorja e rastit edhe më kërkoi që me leru zyren edhe dola jashtë. Pastaj isha aty në korridor dhe rreth orës 11:30 ndoshta erdhën edhe familja e Liridonës komplet. Saktësisht kam marrë edhe me Leonardin pak aty në Ngushtova. Ndaj këtij dëshmitari pyetje pati vëllau I Liridona Ademaj. A është e vërtet që kur keni shkuar në dhomën e hotelit Swiss, Naimi ju ka thënë ju që prokuroria më ka bërë pyetje si ku me pas vrarë? Po. Pyetje ndaj Lukës pati edhe Naim Murseli për raportin e tij me Liridona Ademaj. A keni qenë në dijeni që kam pas ndonjë problem me bashkëshorten time gjatë këtyre viteve? Jo, asnjëherë. Në gjyq dëshmoi dhe personi I cili ia dha veturën me qira granit plavës, e cila dyshohet se është përdorur nga I njëjti për kryerjen e aktit të vrasjes. Dëshmitari Aurel Pajaziti tregon se një veturë, plava ja kishte marrë me qira 2 herë brenda pak ditësh. Granit plava ka marrë vetëm me datën 27, e ka kthyer me datën 29, prapë njëtën ditë e ka marrë prapë, ma herë nuk kujtohet që ka marrë. Sipas dëshmitarit, për herën e dytë, plava kishte shkuar me një person tjetër me një veturë të tipit Range Rover, por që nuk e kishte njohur. Identifikimin e tij nuk e bëri as në sallën e gjyqit. Paratrupi gjykues dëshmoi edhe një bashkëfshatar me Murselin, plavën e Kokallën, I cili tregoi se në lokalin e tij, klient të rregullt ishin Kokalla e plava, por jo edhe Murseli. Megjithatë, ai përmendi një ditë kur që të tre ishin në lokal në të njëjtën kohë. Ama nuk kanë pas asnjë kontakt këtu në mëzeti. Kanë qenë tavolina të ndryshme. Në këtë seancë ishte planifikuar të dëgjohej edhe babai I Naim Murselit, Shaban Murseli, por që I njëjti nuk u paraqit. Ai paraprakisht I kishte thënë gjykatës se mbetet para deklarimit të tij në polici. Pozitivisht thirrjes për të dëshmuar, ju përgjigj vëllau I kushtrim Kokallës. Për vdekjen e ndjerës tashme Liridonës se ka qenë ora 10:30, muj me gabu me numra, pasi që kam shku me flenë gjumë se kisha mos gjumë në 4 mëngjes me shku në Mitrovic, me ka njoftuar një kolegë. Kanun Kokalla kërkoi që ta përshëndes vëllaun e tij kushtrimin, por një gjë e tillë nuk ju lejua nga trupi gjykues.